Besoj që Lutfi Hazije kish me qenë mirë eventualisht në ofertën në Albinin, nëse Albini është interesu me zgjedh president dhe mos më shku në zgjedhje, mundet mja ofru LDK-s presidentin. Lutfin po mendon. Mundet mja. Ata merr me zjarrin e LDK-s kjo. Unë ja ofru. Unë pyetjen e kam kështu. Ai shun betejën e mbrojtjes. Sepse unë mundona ku më falje se. Vishti pyetje. Jo, po nuk po muj më u shpëj. Mos. Jo deshta pengoni Alilit. Jo, po me vërtet. Jo, po unë s'pe pengoj Adin. Ta thom një fjali. Nuk e di a keni zbërthy fjalin në Albin Kurtit. E kem një projekt madh me LDK-n. Apo ju kujtohet kjo fjali? Ka thonë edhe plot. Çka do më on kjo? A ki mojt mend fjali tira jo? Jo. Albini nuk flet kot. Pa ka Ai flet kot për me se çashtu e lyp puna. Me fol kot. Po fol ka kot më. Po flet po ku ja lyp puna. Ku me besuna se la djore ka fol kot të cilën jo. Problemi që ndon që në brenda LDK-s sot nëse Lumir Abdigjiku bjen. Çush po pretendohet, nëse Lutfi Hazije i katapultohet eventualisht në president, praktikisht mbetet në leadershipi në duhet e përparimërme. Su nuk shoh njëri tjetër në LDK që mundet sfidave më ju përgjegj edhe me gjuhën e njëjtë keni vëmendjen. Përparimërme shquhet për gjuhë brutale në politikë. Domthonjë që ti paret e që si fure që Albini u gjudikuar. Pragmatizëm është, këtë të pare liftojnë, adhe funditët. Edhe punëtori me meditje në funditje si lyparët e veta. Edhe e ma punëtori politik. Mund tjetë këni